Për shkak se Ibrahim alayhis të ndrozur e kalon familjen, gruan e vet, djalin e vet, me një login ku asni rrethon e mbijetesës nuk ka qenë prezent. Apo? Fi wadin ghairi dhi zar'a. O Allah më pelo familjen tek një vend, një lugin e shkret, as ka të mbjellura, as ka ujë. Që të e kumlon? Pse e kumlon? Rabbena li yuqimu s-salah. O Allah që ta falë namazin. E që kjo mësimi suzariat, që të mësosh të jepë për përparësi besimit, namazit, Allahu ta zogjel, risku pastaj vije. Ibrahim sa me ka ditë që Allah s'ka më me dekat aty, se ka pas mirë, po është shembull se qysh njeriu nuk duhet me lënë namazin për shkak të punës. Nuk duhet me lënë besimin për shkak të autoritetit, e pushtetit, e tjerë nuk ban, nga se asë se mërë të asë ta. E shembull që i ka fitu të dyja të shkush? Ibrahim alayhis salam. Shikoni të lëzër. Prej atje ku e kalon familjen, ku s'ka pas ujë me pi, tek situata kur musafirve, jabanxhive tuaj, që i si një ju qëtë veç, a për këtë ishfat dalimi të situatës. Nëse veç ju ka qitë të panjuhërve, të njuhërve që ka ju ka qitë, veç që ka hongër vetë. E ka pasuru Allahu Azhjel, për autoritet. A ka më autoritet se Ibrahim alayhis salam? Krejt fetë e dunjas të thujnë që kjo është imami jonë, apo? Me qëka e ka bu këtë punë? Me qëto që e kalon familjen, me këto që ka bu sabër në caktimet e Allahut Azhjel, nuk është lkund në besim asnjëherë për kundër rrethanave sprove. Çta është Ibrahim shembull për këtë punë? Çfarë tha?